gënjeshtar me pagesë. I vetmi njeri që do mbajsh mend në kuvendin e Shqipërisë që erdhe si një mbajtës çante i një deputeti tjetër, je ti. Tani më thon kolegët që të nxjerr mesazhet të tua dhe të familjarëve tu. E di mirë ti, mbyllë gojën. Tani gënjeve këtu, zonja kryetare, është një zhurmus. Do merrni masa ju. Zoti Kapri, lutem, ju të rreq vëmendjen. Zoti Kapri, ju të rreq vëmendjen, ju lutem, Zoti Kapri, qetësohuni kur folët ju. Kur folët ju, Zoti Kapri, nuk ndërhyri njëri. Ju lutem, Zoti Kapri, ju të rreq vëmendjen edhe një herë po ju them. Ju lutem qetësohuni. Kur flitni, mbani përgjegjësitë për ato që thoni. Kështu që ju lutem mos reagoni në këtë mënyrë. Po. Ju lutem qetësohuni. Vazhdoni Zoti Balla. Nxehja është provë e së vërtetës. Kur nxehesh, tregon që e ke mizën nën kësul. Dhe miza të lëviz edhe të shkakton çorientim mendor. Zotri, ti je një gënjeshtar me pagesë. Erdhe këtu, bëre përsëri të njëjtën gabim dhe u kape përsëri me presh në dorë. Ju referove ligjit për tokën bujqësore. Sikurse edhe ligji për censin e bujqësisë është një ligj që është pjesë e detyrimeve të Shqipërisë në kuadër të marrëveshjes për anëtarësimin në Bashkimin Evropian. Erdhe këtu dhe the që ligji për tokën bujqësore është me porosi dhe po e bën Taulanti me porasi, ndërkohë që Taulanti Bika pas ka korruptuar Bashkimin Evropian, Komisionin Evropian, një kapitull të marrëveshjes për anëtarësimin. Prandaj, gënjeshtrat i kanë këmbë të shkurtra, mban në dorë një letër bakalli që nuk thot asgjë, vjen këtu dhe vazhdon të mbrosh interesat e familjes Agron Shehajt, nga i cili paguhesh, dhe duhet ta dish që Agron Shehaj, së bashku me familjarë të tjerë, të tij, përfshirë dhe njërin që e ka pasur dhe drejtor të kadastrës së Vlorës, janë ndër personat më të përfshirë në hajdutrin dhe në masakrat e pronave në Vlorë. Arsyeja pse padronin tënd, tutorin tënd, politik, nuk e votoi në Vlorë është pikërisht se një ballist si puna e tij dhe puna jote kanë grabitur pronat. Ndërkohë ligji për tokën bujqësore nuk ka lidhje fare. Nëse do të hysh në Bashkimin Evropian, thot Bashkimi Evropian, duhet parafrosh legjislacionin tënd me legjislacionin tim, thot BE-ja, me atë që quhet aki komuniter. Jo hakiu nga komune Terrës. Që ta kuptosh, jo hakiu nga komuna Terrës. Por aki komuniter është legjislacioni i BE-s. Mbaje lart atë. Mbaje, sepse të duhet për rrillin e radhës. Ndërkohë që po të shpjegoj, në këtë legjislacionin evropian thuhet qartë që jemi të detyruar dhe ne, Shqipëria që e kishim në ligj pa mundësimin e shitjes së tokës bujqësore, duhet që ta afrosh atë me legjislacionin e BE-s. Kështu e ka Italia, ku Agroni Gonja ka bler tokë, ka bler vilën, ka bler dhe tokën, se po e shifsha në Google Earth tani tokën e Gonës. Mirë, e çdo qeshi gjithë Shqipëria. Dakord, e çdo qeshi. E kur të dalin ato shkreta. Patjetër. Kështu u gabim ka. Ore, gabime kam unë, po njërin e çova, atë gjyshën e babajnë e Gonës. Kur çova babajnë e Gonës, Gonën nuk e kam asgjë, e kam pesha popull. Kështu që do presish.
Sepse në Itali, gonja shkon dhe blet e tokën, edhe vilën, edhe tokën. Ne duam të hymë BE, do blesh edhe vilën, edhe tokën. BE ato duhet a shesish edhe tokën. Nuk. Dhe këtu pastaj qartësohet që ti je një gënjeshtar. Sepse vjen këtu, abuzon, mendon që ata që na ndjekin janë mish për top, ata që na ndjekin nuk kuptojnë shumë mirë ata, dhe din fare mirë që edhe ajo që mban ti, në fakt është një investim, unë nuk di fare. Thjesht e vetëm ajo çfarë është raportuar diskutimi në media, vjen një investitor të blejë një tokë. Dhe ajo që ne duhet i garantojmë, po jam duke pritur Saliun, që ta dish, jo ty, se me ty, po jam duke pritur Saliun mezi po pres të vi Saliu, se kam një dokument aty orti, që këtë Saliun do ta qeshi gjithë Shqipëria jo për 30 vjet, po për 60 vjet të ardhshme. Kam një dokument aty që Saliu ka firmosur me firmën e vet zhvillimin e gjithë zonës Vërnecit. Master plani. Por jam duke pritur kur të vi, rrezik s'vjen më kujt punë e tij. Prandaj, zonja kryetare, nderuar koleg, këto ligje që diskutojmë dhe votojmë janë pjesë e një pakete të rëndësishme për afrimin e legjislacionit. Nuk kanë të bëjnë as pak fare me pretendime që ngrej një deputet i cili flet pa u menduar, akuza të pabaza, ke akuza zotëri, që ke akuza të lutem, ke akuza që ky ligj erdhe the këtu, që ky ligj po bëhet me porosi. The këtu apo jo? Mirë, dakord. Shko bëj kallëzim penal në SPAK. Shko bëje. Shko bëje. Shko thuaj, shko sot, mos ka mjafton kaq. Mjafton këto deklarime, kemi ngritur një institucion, shko atje dhe thuaj, po bëj. Por ti gënjen, dhe gënjeshtarët, si puna jote, e kanë pasur jetëgjatësinë e shkurtër politike dhe parlamentare. Dhe meqense pas meje ka fjalën një neomarksist i ekstremit majt, por që vetëm lidhje me parimet e neomarksizmit dhe të majtës nuk ka, sot Departamenti Amerikan i Shtetit, sekretari Rubio, organizon një konferencë ndërkombëtare pikërisht për dhunën që vjen nga ekstremi majt. Dhe këtu pastaj është ajo pjesa më qesharake kur një ballist bashkohet me një ekstremist majt dhe merr dhe guximin, ti drejtohet deputetëve, thotë, do t'ju rrethojmë. Po çfarë rrethosh ti më? Dëgjoj, unë me tipa si ti, do t'a thojash pja po s'pale rregullore e atika e kuvendit. Se do t'a thoja se për çfarë mund të më vyesh ti në jetë, në pjesë të caktuara të ditës pasi ke konsumuar një ushqim të shijshëm. Por se them dot se s'ma le rregulloria. Faleminderit. Po, replik, zoti Kapri. Po. Mora fjalën për si mund ta ketë detto, ma io si mund ta ketë. Si zonjë sot, falenderoj shumë, zonja nënkryetare. Pas të rregullore, zoti Kapri, pa koment. Po, 2 minuta. Pa koment, se për ju je edhe zonjë, je edhe kështu që nuk ju njeh, kështu që më mirë vazhdoni replikën pa koment. Zonjë, sapo u shpreha një kompliment. S'kam nevojë, zoti Kapri, se i kam marrë komplimentat nga ju, shumë Dakor, herë më tani përpara. më lejo të flas. S'ka nevojë të komentosh për gjithçka që themi ne. Atëre, pavarësisht betejës politike në këtë parlament, midis të rrezë dhe të vjetrës, kur nuk kemi guxuar të përmendim familjarin e askujt. Dhe sapo e bëri Taulan Balla duke më shantazhuar në këtë parlament duke më përmend mua familjar.
pavarësisht betejës që kemi me Taulant Ballën, që çfarë s'ka thënë, çfarë s'ka bërë kundër nesh, dhe shantazhet që e vazhdon, nuk kemi guxuar t'i përmendim asnjë familjar të tij. Vjen këtu dhe më shantazhon mua me familjen time. Dhe ky është një model që ndryshon, që përdorin gjithçka për të shantazhuar çdo që ka guximin të thotë qoftë edhe mendimin e tij, të përmendin familjarët. Se çfarë duhet ndodhi më shumë? Domethënë edhe familjarët të përdorin. Tjetër, zoti Balla, sapo fola për një denoncim konkret. Ta thash, nuk pate guxim të flasësh për Osmanin. U more me familjarët e mi, por nuk fole për Osmanin. 1 milion metra katror mori kyte në Vlorë me vendim qeverie. Pse nuk fole për këtë? Për banorët e Vlorës që janë 10 familje që presin në përgjykata të marrë porosin e tokës dhe ja japin Osmanit. Dakord, sa për shantazhet e tjera nuk pinuj, ke provuar gjithçka me ne Taulant. Dhe si që shikon, përballë na ke dhe përballë do t'jemi gjithkohës. Dhe do ta shikosh Taulant se kush do dali më herët nga politika. Megjithse të marrësh shembull ty për politik, nuk ke se çfarë mund. Zoti Vëngu. Faleminderit zëra drejtuese e seancës, nderuar kolegë, është disa ta herë në fakt që shumë kolegë të opozitës duke bërtitur se ka rënë euro, kemi një ekonomi fiktive, dëgjova prapë për disa të herë, zhvillimi ekonomik na qenë ka fiktiv, rritja e rrogave që nga fiktive, kontrolli i inflacionit që nga fiktiv, përfundimisht nuk mund ta fshihni për gjithmonë sa të trash jeni në sipërfaqe dhe sa të cekët jeni në thellësi. Më vjen mirë që parafolsi gjithsesi i opozitës e la për pak çaste retorikën revolucionare dhe u kthye ke boshti i tij ideologjik i mbrojtjes pronave, të pronës private. Do ishte mirë të ishit interesuar për zonën në fjalë në Vlorë, e cila është pjesë e zonës zhvillimit ekonomik të Vlorës, në dokumenta zyrtar të miratuar nga Këshilli Bashkiak i Vlorës, jo tani, para më shumë se 12 vitesh. Do bënit mirë të mos shpifnit këtu duke thënë që janë zona që kanë një interes ekologjik apo një interes, siç e përmendet tu, se përmendet një pyll këtu. Është zonë ekonomike. Vlonjatët duhet ja u përsëris disa herë se i keq kuptoni sepse nuk shkoni, nuk i njihni, nuk jeni në terren, se e keni mendjen të brorisni revolucion. Vlonjatët nuk kanë nevojë as për leksione qytetarie, nuk ka nevojë as të trëmben nga kërcënimet tuaja dhe kapacitetit tuaj rrethues, qoftë i kësaj salle, qoftë i bulevardit. Vlonjatët duan zhvillim të ligjshëm, transparent, vlonjatët kanë besim ke institucionet e tyre. Ju keni një besim selektiv, në grupet ngushta thoni që keni besim ke institucionet, do bëni mirë ta thoni edhe në këtë foltore publikisht. Zoti Kapri keni fjalën. M'fal, zoti Muçi keni fjalën. Zoti Muçi s'ka më repliku, unë ju lutem. Zoti Muçi nuk ka lidhje fare, zoti Kapri e bë të replikën, të lutem. Zoti Muçi keni fjalën. Faleminderit. Djalli fshihet në detaje, thotë ajo shpreha e famshme, edhe pse në Partinë Socialiste nuk fshihet vetëm djalli, po dreqi me të birin e me të gjithë shejtanët bashk. Ama në detajet e deklaratave përkatëse të Edi Ramës dhe të Marta Kosit, fshihet pikërisht plani djallëzor që Edi Rama ka për të ardhmen e Shqipërisë. Komisionerja për zgjerimin Marta Kos, në takimin e para 2 ditëve, u shpreh se, dhe po citoj, edhe para protestave kemi rënë dakord që të shfuqizohen amendamentet
e vitit 2024 për zonat e mbrojtura dhe investime strategjike, pasi këto do të bëheshin për kapitullin 27 të negociatave. Edi Rama, nga ana tjetër, doli dhe tha se nuk kemi se ç'ligj të anulojmë, tha. Ligji për zonat e mbrojtura është një ndër ligjet më të mira që kemi dhe do të përshtatet 100% me Evropën. Edi Rama dhe Marta Kosi po flisnin për dy ligje të ndryshme. Ndërkohë që komisionerja i referoi amendamenteve të bëra në vitin 2024, ndaj ligjit për zonat e mbrojtura, i cili është miratuar në vitin 2017, Edi Rama bëri sikur s'kuptoi dhe tha se ligji i vitit 2017 është në ligjet më të mira që kemi, tha. Pyetja që shtrohet është kjo: pse kryeministri i Shqipërisë bën rolin e budallajt? Pse bën sikur nuk e kupton se për çfarë ligj po flitet? Pse nuk i anulon amendamentet e ligjit 21/2024? Pse nuk e fut për shqyrtim në seancën e javës tjetër, për shembull? Kërkesën për shfuqizimin e ligjit e kam depozituar unë, e kanë depozituar edhe kolegët e opozitës. Nëse s'keni kohë tani në korrik, pse se lini anulimin për seancën e shtatorit? Ju që deri dje s'kishit kohë të prisnit për trenin që ishte nisur për NB, tani s'pas keni kohë për kërkesën eksplicite të komisioneres për zgjerim. Pse jo në seancën e parë të shtatorit? Pasi ta keni shijuar natyrën dhe Bregdetin në Karaibe, në Maldive, a ku shkoni ju me pushime, të nderuar koleg, pse nuk ktheheni në shtator dhe ta mbroni natyrën dhe Bregdetin shqiptar? Thjesht duke ndjekur rekomandimin e komisioneres për zgjerim. Pra, për i theksoj, duke shfuqizuar ligjin 21/2024 për amendimet që i keni bërë ligjit për zonat e mbrojtura. Është një pyetje shumë e thjeshtë që ju a drejtoj të gjithë deputetëve të mazhorancës, edhe besnikëve të deklaruar të Edi Ramës, edhe atyre që bëjnë sikur bëjnë opozit brenda partisë. Edhe Taulantit, që qenë ka pishtari i vlerave të së majtës, njohës i thekur i teorive politike nga marksizmi e kush e di se deri ku, edhe Erionit që po zgërdhiet, edhe Elisës që s'ndodhet në sallë, edhe Zegjines që se ka mendjen, kushdo mund të dalë të kërkoj që në shtator të vi për shqytim ligji 21/2024. Po ju them me emra që gjithëve të keni mundësinë e replikës prandaj. Pse nuk kërkoni të futet në rend të ditës? Përgjigjen ndaj kësaj pyetjeje nuk e pretendoj vetëm unë, e pretendojnë gjithë protestuesit aty në shesh për plot 47 ditë, e pret edhe komisionerja për zgjerim. Por jo prej 2 ditësh që kurse ja përmendi në fytyrë Edi Ramës, por prej 7 muajsh që prej dhjetorit të vitit 2025, kur kjo kërkesë eksplicite ishte pjesë e kapitullit 27 të negociatave. A thua vallë, treni i shpejt për në Bashkimin Evropian nuk gjeti dot një vagon për anulimin e ligjit 21/2024. Si shpjegohet që kjo kërkesë u injorua në dhjetorin e vitit të shkuar? E nëse u harrua, si ka mundësi që u injorua kur më 7 maj të këtij viti, pa nisur ende protestat, por pasi që bërë rrethimi me tela me gjëmbë e plazhit në Zvërnec, pasi ishin futur makinerit e rënda, që sipas ministrit të mjedisit ishin aty për të shtruar rrugën me asfalt gjeologëve që kryenin matje. Më 7 maj pra, nga kjo sallë, ku vendi ju përmenda unë shkeljen që po kryej ndaj kërkesës së kapitullit 27 të negociatave. E nëse nuk e dëgjuat atë ditë, pse nuk e dëgjuat më 21 maj? Po prap nga kjo sallë, të njëjtën kërkesë ju shtrova. Dhe sot, plot 47 ditë protestash të vazhdueshme, protestash që detyruan komisioneren për zgjerimin që ta përmente në fytyrë kryeministrit shqiptar kërkesën për anulimin e ligjit 21/2024, Edi Rama ende bën sikur se kupton pyetjen. Si ka mundësi që ta tolerojmë një karagjozllëk të tillë, të këtyre përmasave, në arenën ndërkombëtare? Ai bën sikur s'kupton, të tjerët që i kanë shkuar pas, bëjnë foto dhe qeshin. Kjo është qeveria shqiptare, ky është përfaqësimi i Shqipërisë në Evropë. Pyetjes se pse protesta e detyroi Edi Ramën që ta ulte kaq poshtë diplomacinë shqiptare, mund t'i përgjigjemi me fakte. Dhe faktet janë këto.
Ndërkohë që bëj sikur harroi kërkesa për anulimin e ligjit 21/2024, rrethoi me tel me gjëmba plazhi i Zvërnecit. Fillonte shkatrimi i natyrës pas një dokument të vlerësimit të ndikimit në mjedis, pas një leje zhvillimore. Dokumentet cilat ja kërkova në interpelancë ministrit të mjedisit dhe edhe ai bëri sikur s'kuptoi. Por vetëm me një projekt që mbaj në sirtarin e Edi Ramës e që kur e pa punën pis nga protestat, doli dhe tha se s'ka projekt. E vërteta është kjo. Kërkesa e Bashkimit Evropian për anulimin e ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura, në vend se ta ndalte, e përshpejtoi shkatrimin e natyrës përmes betonit që pastron paratë e trafikantëve drogës. Atë që këta në Zvërnec e shesin si zhvillim turizmi, e që në fakt janë thjesht vilat personale të pasanikëve, me sa duket do ta ndërtonin pa leje. E më pas do t'i legalizonin me ligjin për legalizimet. Ishte protesta që ndali këtë skem banale, grabitje dhe shkatrimi. Megjithatë pyetja ngelet. Pse Edi Rama vazhdon edhe sot të bëjë rolin e budallajt? Përgjigjen e gjeni te libri i trash me të njëjtin autor, të trash, i ashtu quajturi dosjet shqiptare, apo Albanian Files, në cilin Edi Rama liston plot 19 projekte ende të pandërtuara, por që parashikohen të ndërtohen në zona të mbrojtura. Zona të mbrojtura me ligjin e vitit 2017, por jo me ndryshimet e vitit 2024, për të cilat Edi Rama bën sikur s'kupton. Jo më kot, edhe Ministria e Mjedisit e ka lënë shqyrtimin e dispozitave të vitit 2024 për zonat e mbrojtura, që janë të papajtueshme me kërkesat e BE-s, vetëm në 3 mujorin e 4 të vitit 2027. Pra, këtë që unë e kërkoj të vinë në seancë në shtatorin e 2026-ës, këta e kam parashikuar për tetorin e 2027-ës. Pse? Sepse deri atëherë shpresojnë se do t'i kenë quar për para edhe 19 ndërtimet pa leje që janë në shkelje të këtij ligji. Në fakt, pa dalë 2026-a, qeveria e Edi Ramës do t'jap dorëheqjen. Sepse populli shqiptar, por edhe partnerët tanë ndërkombëtarë kanë kuptuar tashmë se vetmja mundësi për të shpëtuar natyrën shqiptare, për të mbrojtur të drejtën e pronës së komuniteteve lokale, për t'i hapur rrugën integrimit të vendit të Bashkimit Evropian, është pikërisht dorëheqja e kësaj qeverie dhe shporrja nga politika përmes votës e Edi Ramës, një prej autokratëve të fundit të Ballkanit. Këtu përfundojnë dhe diskutimet. Vazhdojmë me pikën e 6 të rendit të ditës. Projekt ligji për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 27 të 2016 për menaxhimin e kimikateve të ndryshuar. Referuar në 73.2 të rregullores, nëse ka pyetje nga kolegët, nëse nuk ka pyetje, fjalën e ka Ministri i Mjedisit, zoti Sofian Jaupaj, pa kufizim kohor. Zoti Ministër, keni fjalë. Faleminderit drejtuese seancës, të nderuar deputet. Në fakt, unë sot jam këtu për të paraqitur për shqyrtim dhe miratim projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin e menaxhimit të kimikateve. Ky në fakt është një projekt ligj teknik, por me rëndësi të veçantë, sepse nuk ndryshon standardet tona të sigurisë, nuk ka ul nivelin e mbrojtjes së shëndetit të qytetarëve dhe nuk prek mbrojtjen e mjedisit. Përkundrazi, ai e bën administrimin e kimikateve më efikas, më modern dhe më të përafruar me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Të nderuar deputet, nga zbatimi i ligjit gjatë këtyre viteve, por edhe gjatë procesit të negociatave të kapitullit 27, që dua ta them zoti Muçi janë duke ecur jashtëzakonisht shumë mirë, kemi evidentuar disa nevoja konkrete për përmirësim. Procedurat për përditësimin e listave teknike janë të gjata, kambi vendosje kompetencash ndërmjet institucioneve, ndërkohë që legjislacioni europian ndryshon vazhdimisht dhe ne duhet të kemi mundësinë të përshtatemi me të në kohë. Një element tjetër shumë i rëndësishëm lidhet me tregun e brendshëm europian. Ministria e Ekonomisë ka vlerësuar se regjimi aktual i licencimit për kimikatet e rrezikshme përbën një barrierë administrative. Për këtë arsye projekt ligji propozon heqjen e kësaj licence. Hiqet në fakt një procedurë burokratike, por jo kontrolli i shtetit, inspektimet, mbikëqyrja vazhdojnë të mbeten të pandryshuara. Gjithashtu projekt ligji sjell 3 ndryshime kryesore.
Së pari qartëson kompetencat institucionale, së dyti krijon një mekanizëm më të shpejt për përditësimin e listave të substancave me rrezikshmëri shumë të lartë, duke ruajtur kontrollin institucional. Së treti shfuqizon dispozitat që lidhen me regjimin e licencimit dhe harmonizon të gjithë ligjin me këtë ndryshim. Ky është në fakt një element shumë i rëndësishëm i kësaj nisme, e cila lidhet edhe me procesin e integrimit evropian, pasi në kuadër të planit të veprimit për përputhshmërinë me nene 34 dhe 36 të traktatit për funksionimin e Bashkimit Evropian, është vlerësuar se procedura aktuale e licencimit për prodhimin, vendosje në treg, depozitimin dhe ruajtjen e kimikateve të rrezikshme përbën një barrierë tregtare, pra një masë me efekt të njëjtë me kufizimet sasiore të tregtisë, e cila nuk është në përputhje me parimet e tregut të brendshëm evropian, kështu që plotësojmë edhe një masë të kapitullit të parë të integrimit me Bashkimin Evropian. Gjithashtu projektligji krijon procedura më efikase, një administratë më moderne, një ekonomi më konkurruese dhe një parafrim më të shpejtë me legjislacionin e Bashkimit Evropian. Gjithashtu, duhet thënë se ky projektligj nuk ka asnjë efekt financiar shtesë për buxhetin e shtetit, pasi siç tham, është një propozim teknik në kuadër të integrimit evropian. Të nderuar deputet, ky është një ndryshim që përmirëson administrimin publik, lehtëson barrën administrative për biznesin dhe forcon procesin e integrimit evropian të Shqipërisë, i cili është duke ecur jashtëzakonisht shumë mirë, ku vetëm 2 ditë përpara mbyllëm edhe 3 kapitujt e parë të negociatave, kështu që dhe kapitujt e tjerë do vazhdojnë sipas planit që kemi me Komisionin Evropian. Për këtë arsye, ju ftoj ta mbështesni me votën tuaj këtë projektligj. Faleminderit. Faleminderit. Tani hapim diskutimin për këtë projektligj. Zonja Mila, keni fjalën. Zonja Mila, po, patjetër. Zoti Muçi, unë ju pyeta në fillim nëse ka dikush pyetje në lidhje me projektligjin. Nuk kishte pyetje në lidhje me projektligjin. Kështu që ju lutem tani vazhdojmë me diskutimin. Erald, mund të Zonja flas? Mila, keni fjalën. Se jam bërë e sjellshme. Mund të flas? Ashtë. Faleminderit, e nderuar zonjën kryetare, të nderuar kolegë. Shpesh projektligjet që trajtojnë çështje teknike duket sikur prekin vetëm institucionet apo specialistët e fushës, por ky projektligj në vetvete ka të bëjë me diçka që në fakt i prek gjithë qytetarët. Mbrojtjen e shëndetit, sigurinë në punë dhe patjetër mbrojtjen e mjedisit. Ndryshimet që propozon ky projektligj specifikisht kanë një objektiv shumë të qartë.